Të dashur miq, mirë se erdhët. Sot do të flasim për diçka vërtet thellë, diçka që është në zemër të besimit ton, sakrifica e Krishtit, por jo thjesht në mënyrë të përgjithshme. Do të shohim se si kjo sakrificë u dha në, le të themi, 7 akte, 7 momente kur gjaku i tij rodhi, dhe do të zbulojmë se secili moment ka një kuptim të veçantë për jetën tonë, për shërimin tonë. E pra, pse 7? A është thjesht një numër i rastësishëm? Sigurisht që jo. Në Bibël, numri 7 ka një peshë të jashtëzakonshme. Ai gjithmonë flet për diçka të plotë, të përsosur, të përfunduar. Pra, kur themi 7 derdhje gjaku, po themi se vepra e shpëtimit ishte absolutisht e plotë, e përsosur. Asgjë nuk u la mangët. Dhe kjo na sjell tek ideja e kryesore, shpërblimi. Ç'do të thotë kjo fjalë? E po, thjesht do të thotë pajtim me Zotin. Mendojeni kështu: mes nesh dhe Zotit ishte një humner e madhe për shkak të mëkatit. Dhe vepra e Krishtit, ajo ishte ura e ndërtuar mbi këtë humner. Dhe kjo urë e mrekullueshme, e përsosur, ajo u ndërtua me 7 akte, me 7 momente, ku gjaku i tij u derdh për ne. Okej, le ta fillojmë udhtimin ton në kopshtin e Gjetsemanit. Provoni ta imagjinoni për një çast. Nata, errësira dhe pesha e gjithë botës mbi supet e Jezusit. Kjo nuk ishte thjesht një betejë shpirtërore. Jo, ishte një betejë thellësisht njerëzore. Dhe pikërisht aty, në kulmin e asaj agonie, ndodh diçka e paimagjinueshme. Presioni ishte aq i madh, aq dërmues, sa që u shfaq edhe fizikisht. Ungjilli Lukës na thot se djersa e tij u bë si pika të trasha gjaku që binin në tokë. Kjo është derdhja e parë e gjakut. Po pse? Pse kjo? E po, mendohet se kjo ishte për vullnetin ton të thyer, për të gjitha herët kur ne themi jo Zotit. Në atë moment të vetëm, kur vullneti njerëzor i Jezusit tha, jo vullneti im, por yti u bëft, ai filloi të shëronte vullnetet tona, ato vullnete kokforte dhe rebele që kemi të gjithë. Historia nuk mbaron në kopsht. Tani, vuajtja e tij ndryshon. Bëhet më e jashtme, më publike. Ai tani përballet me vunë fizike, me poshtrim nga ata që ai erdhi t'i shpëtonte. Kjo është një fazë e re dhe tepër e dhimbshme. Vetëm imagjinojeni skenën. Jezusi, Zoti i universit, qëndror aty i lidhur, dhe njerëzit, krerët fetar e pështyn në fytyrë, e godasin me grushte, dhe gjaku rrjedh sërish. Kjo është derdhja e dytë, këtë herë jo nga agonia e brendshme, por nga urrëtia e jashtme. Dhe këtu fishet një thesar. Ky poshtrim ishte për turpin ton. Mendoni për çdo moment në jetën ton kur jemi ndjerë të padenj, të përçmuar, të poshtruar, për atë ndjenjë që të djeg për brenda. E po, gjaku që rodhi nga fytyra e tij, ishte për atë, për ta larë, për ta shlyer atë turp për gjithmonë. Dhe vuajtja bëhet edhe më e keqe. Tani, ai është në duart e romakëve, dhe ata e fshikullojnë. Nuk mund ta imagjinojmë dot brutalitetin e fshikullimit romak, i projektuar për të shqyer mishin dhe për të shkaktuar dhimbje të paimagjinueshme. Kjo është derdhja e tretë e gjakut. Dhe pse gjithë kjo, këtu kemi një lidhje tepër të fuqishme. Na kujtohen fjalët e profetit Isaia, apo jo, me anë të burratave të tij, ne u shëruam. Plagët në shpinën e tij, gjaku që rrodhi prej tyre, është burimi i shërimit për trupat tanë, për sëmundjet tona. Përqeshja arri një nivel të ri mizorie. Ushtarët gjejnë deg me gjemba të gjate të mprehërt, dhe thurin një kuror, dhe ja ngulin në kokë. Kjo nuk ishte thjesht dhimbje, ishte një tallje e tmerrshme me mbretërinë e tij, dhe gjaku rrodhi për herë të katërt, këtë herë nga koka e tij. Dhe çfarë simbolizojnë gjembat? Që nga zanafilla, gjembat kanë qenë simboli mallkimit mbi tokë. Duke e mbajtur atë kuror, Krishti po merrte mbi vete jo vetëm mallkimin e tokës, por edhe torturat tona mendore, ankthin, frikën, depresionin, të gjitha ato mendime që na mundojnë. Ai mori mbi vete dhe i lau me gjakun e tij. Le të marrim frym një sekond. Pra, deri tani kemi 4 derdhje gjaku, secila me një qëllim të caktuar. Në kopsht për vullnetin ton, në pallat për turpin ton, në pretorium për trupin dhe mendjen ton. E shifni? Rruga drejt kryqit po ndërtohet pjesë-pjesë, duke mbuluar çdo aspekt të qenies son. Dhe tani arrim në Golgota, vendi i Kafkës. Këtu do të ndodh akti final i kësaj drame hyjnore.
Këtu, 3 derdhjet e fundit të gjakut do të vulosin gjithçka, do të plotësojnë shpërblimin një herë e përgjithmonë. Goshtet të trasha, të hekurta, i shpojnë duart dhe e mbërthejnë në kryq. Gjaku rrjedh për herë të 5. Nga po ato duar që kishin bekuar, që kishin shëruar, që kishin prekur të pashpresët. Dhe ç'kuptim ka kjo për ne? E po, duart tona përfaqësojnë punën tonë, veprat tona, ato që ne bëjmë çdo ditë. Shpimi i duarve të tij ishte për të gjitha herët kur puna jon duket e pafrytshme, kur ndjehemi të lodhur dhe të pashpërblyer. Ai mori mbi vete atë pafrytshmërinë në mënyrë që puna e duarve tona të bekohet. Pastaj, gëzhdet shpojnë këmbët e tij. Kjo është derdhja e 6. Ai tani është plotësisht i gozhduar, i palëvizshme në atë kryq. Po këmbët simbolizojnë rrugëtimin ton, ecjen ton, autoritetin ton në këtë botë. Një autoritet që u humb në kopshtin e Edenit, duke lejuar që këmbët e tij të gozhdoheshin, Krishti po e merrte mbrapsht atë autoritet për ne. Ai po na jepte sërish fuqinë për të ecur në fitore. Dhe tani, akti i fundit, kur gjithçka kishte mbaruar, pasi ai kishte dhënë frymën e fundit, një ushtar romak, për t'u siguruar, merr një shtizë dhe ja ngul në brinj. Dhe Gjoni, dëshmitari okular, na thot se nga ajo plag doli gjak dhe ujë. Derdhja e 7, e fundit. Ky është kulmi i gjithçkaje. Shtiza preku zemrën, burimin e jetës, të ndjenjave, të dashurisë. Dhe ky gjak i fundit? Ky ishte për plagën më të thellë që të gjithë ne e njohim. Zemrën e thyer. Për çdo zhgënjim, çdo tradhti, çdo humbje. Gjaku që rodhi nga zemra e tij rrjedh për të shëruar zemrat tona. Pra, 7 herë gjaku i tij u derdh. Kjo nuk ishte rastësi, nuk ishte një tragjedi e pakontrolluar. Ishte një plan i përsosur, i menduar me dashuri për të siguruar një shpëtim të plotë, tërësor. Dhe kjo ide nuk vjen nga hiçi. Ajo ka rrënjë të thella në Diatën e Vjetër. Kryeprifti, një herë në vit, hynte në vendin më të shenjtë dhe spërkaste gjakun e flijimit, sa herë? 7 herë, për pajtimin e popullit. Krishti, kryeprifti ynë i madh, e përmbushi këtë në mënyrë të përsosur, një herë e përgjithmonë. Dhe jakue e kemi tablon e plot. Shpengimi është total, asnjë pjesë e jona nuk u la pas. Vullneti ynë i thyer, mbuluar. Turpi ynë, mbuluar. Sëmundjet tona, mbuluar. Ankthi ynë mendor, mbuluar. Puna jone përditshme, mbuluar. Autoriteti ynë i humbur, mbuluar. Dhe po, edhe pjesa më e thellë, zemrat tona të thyera, të mbuluara plotësisht nga gjaku i Krishtit. Dhe kjo na lë me këtë pyetje, për ta marrë me vete. Kur e shohim kështu sakrificën, kaq të detajuar, kaq të plot, a nuk ndryshon mënyra se si e mendojmë hirin? Nuk është thjesht një të kam falur në mënyrë të përgjithshme. Jo, është një shërim i synuar, specifik për çdo pjesë të thyer tonën. Kjo është dashuria në veprim, e derdhur 7 herë për ne.